E lumtur dhe nderuar që sot me ne në studio është kryetari i dhomës së avokatisë Shkodër, zoti Anton Kosteri. Anton, mirëmëngjes e mirë se erdhe. Mirëmëngjes dhe mirë se u gjeta. Jam shumë e lumtur që të kam në studio. Urime për rizgjedhjen në krye të dhomës së avokatisë Shkodër. Faleminderit edhe për ftesën. Natyrisht na lind pyetja, cilat janë prioritetet edhe fokusi i këtij mandati? Atëherë, fokusi i mandatit është së pari do të jetë vijimi i asaj rruge, sepse siç ju edhe e dini, dhoma avokatisë ka patur një funksionim më të qartë, më të mirë, më publik në gjatë këtij mandati. Dhe normalisht kjo është vlerësuar edhe nga kolegët e mi, të cilët më kanë dhënë mundësinë, kam nderin dhe më kanë dhënë mundësinë që të vijoj këtë punë. Prandaj do jetë vijimësia një element shumë i rëndësishëm, por po ashtu ne do mundohemi çdo ditë për të përmirësuar jo vetëm punën tonë si avokat, se në fund të fundit jemi avokat secili në punën e tij, por edhe pozicionimin e këtij institucioni karshi institucioneve të tjera shtetërore mbi të gjitha me një qëllim të vetëm, respektimin e të drejtave të njeriut dhe të individit, sepse ne ato përfaqësojmë, por mbi të gjitha edhe respektimin e pozicionit avokatit në shoqëri, që për mendimin tonë, si gjitha kolegëve tonë, nuk është i respektuar dhe i vlerësuar aq sa duhet. Një avokat i cili nuk ka pozicionin e vet të fortë në shoqëri është në dëm shumë të madh të secilit individ kur shkon përpara një institucioni për të përballur për të drejtat e tij. Vetë puna një avokati është një punë e vështirë. Le më pastaj të mbash edhe barrën e drejtimit të dhomës së avokatisë. Mendoj kjo është një peshë e madhe dhe vështirëson goxha shumë punën tuaj. E vështirëson, është e bukur. Puna e avokatit ka element përveç se vështirësinë, por edhe bukurinë, sepse është një punë kreative në çdo moment. Jam krenar që kam mundësi t'ju shërbej përveç atyre qytetarëve të cilët më besojnë në punën time të përditshme, edhe kolegëve të mi, sepse në fund fundit do me ta punoj çdo ditë dhe jam shumë i lumtur që kam mundësi sadopak të kontribuoj edhe për ata. Shumë e vërtet, sepse sa më e lehtë që të bëhet puna e avokatit, aq më shumë shtohet besimi i qytetarëve tek ata dhe aq më shumë afrohet çësia e tyre me drejtsinë. Po, pa diskutim. Ndaj unë them që bashkë me kolegët e mi, me të gjithë, pa përjashtim, ne duhet të punojmë çdo ditë për të përmirësuar këtë profesion, me qëllim rritjen e besimit të publikut në këtë profesion tek çdo individ që ushtron aktivitetin e avokatit dhe në përgjithësi edhe tek sistemi i drejtësisë, pasi edhe ne jemi një nga shtyllat e drejtësisë që janë gjykata, prokuroria, shteti nga njëra anë dhe mbrojtësit, avokatët nga ana tjetër. Dhe më që po flasim në linja të gjëra, së fundmi keni bërë një letër publike për rishikimin e hartës së reformës gjyqësore. Sa ka ndikuar dëgjimi në gjykata në Tiranë, apeli edhe administrativja? Atëherë, kjo letër ka qenë një vazhdimsi e të gjithë qëndrimeve të dhomës avokatisë Shkodër dhe të pakënaqësisë që kanë patur. Fillimisht që e kemi shfaqur ne si avokat, sepse ne e kemi ditur pasurin e kësaj harte gjyqësore, dhe tashmë kjo barrë ka rënë mbi gjithë qytetarët dhe e kanë kuptuar shumica, janë ato që kanë një problem në Tiranë, pra ju duhet të shkojnë në Tiranë, e kanë kuptuar rëndësinë e kësaj lëvizje. Dhe të gjithë thonë po ne nuk e kemi ditur se çfarë ndodhi dhe çfarë do ndodhte. Dhe është pra një vazhdimsi e gjithë atij qëndrimi që kemi mbajtur ne që në fillim. Normalisht që ne do vazhdojmë, pasojat janë jashtëzakonisht shumë të rënda. Kjo hartë e gjyqësore u reklamua dhe ju bë publicitet se do jetë një hartë që do garantonte edhe më mirë aksesin drejtësi. Ne e dinim që ishte një farsë, kjo ishte totalisht e pavërtet, nuk e garanton aksesin e drejtësi, nuk rrit cilësinë e gjykimit, por dëmton qytetarin. Sepse të çosh një individ për të gjykuar 100 kilometra më larg dhe t'ja largosh mundësinë për shkuar në gjykat, duket qartësisht kushdo e kupton se ulet mundësia për të marrë shërbimin cilësor, shërbimin e shpejt gjyqësor.
ka ndikuar, sidomos gjykata administrative, edhe gjykata apeli shumë, po gjykata administrative ka ndikuar sepse qytetari është i ekspozuar çdo ditë ndaj akteve administrative, ndaj veprimeve administrative të shtetit karshiti, gjoba të ndryshme, heqje patentet, gjoba për ndërtime pa leje etj. Dhe individi e shef të vështirë të shkojë në Tiranë, e mendon disa herë për të bërë një kërkesë padi për të kundërshtuar një akt administrativ. Largimi i kësaj gjykate ka qenë jashtëzakonisht i dëmshëm për qytetarët. Ndaj ne do vazhdojmë, patjetër sepse ligji për pushtetin gjyqësor e parashikon që në krye të 5 viteve kjo hartë gjyqësore duhet të rishikohet dhe në momentin që të fillojë rishikimi i saj, pra lëvizja brenda Këshillit Lartë Gjyqësor për ta rishikuar, ne do jemi përsëri do lëvizim të gjithë mekanizmat tonë ligjor nëpërmjet çdo lloji veprimi që e parashikon ligji, kuptohet, për të bërë të mundur të paktën rikthimin e një gjykate. Nuk po them ashtu siç ishim, por ne do bëjmë maksimumin tonë për rikthimin e gjykatave në Shkodër. A mund të jetë e mundur, pra a ka shanse për të Patjetër që realizuar? është e mundur. Patjetër që është e mundur. Kjo don vetëm vullnetin e shtetit shqiptar për të rikthyer atë që u hoq në mënyrë tërësisht arbitrare dhe të gabuar. Dhe mendoj përfitimet pastaj për qytetarët do të ishin të mëdha. Kjo është një mundësi për gjithë, sepse askush nuk është me i drejti. Ka gabime nga institucionet, ka gjykata e apelit është tmerrsisht e rëndësishme, sepse ne kishim gjykatën e apelit në Shkodër dhe të gjitha vendimet mund t'i kundërshtonim, vendimet e shkallës parë mund t'i kundërshtonim dhe mund t'i gjykonim në Shkodër. Vetëm në këtë kontekst unë mendoj që qytetarët do kishin mundësi më të mëdha për të dëgjuar dhe me më pak shpenzime, sepse gjitha këto shpenzime bien mbi qytetarët. Në fund fundit një qytetar do ta marrë një avokat, nuk ka rëndësi se ku e merr atë, në Shkodër, në Tiranë etj, por barra, pra nëse e merr në Tiranë do marrë një avokat i cili ka çmime shumë më të larta se në Shkodër dhe dihet botërisht kjo. Nëse merr një avokat në Shkodër do i paguajë rrugën dhe ditën e punës ekstra, pra dietat. Kështu që të gjitha këto shpenzime do t'i zbriten qytetarëve nëse rikthehet gjykata e apelit këtu. Janë edhe mundësit, tashmë janë edhe mundësit edhe burimet njerëzore për të bërë të mundur rikthimin e gjykatës së apelit, sepse janë shtuar ndjeshëm edhe numrat e magjistratëve. Ndaj unë shpresoj që Këshilli i Lartë Gjyqësor ta rikuperojë në kohë këtë gabim të jashtëzakonshëm dhe të tmerrshëm që ka bërë ndaj gjithë qytetarëve të Shqipërisë, por sidomos ndaj qytetarëve të Shkodrës. Ajo më intereson mua. Po, patjetër, sepse janë një numër goxha i lartë të qytetarëve të cilët e kishin Shkodrën si pikë referimi edhe në mënyrë logjistike shumë më afër çastjen ndaj drejtësisë. Tani sigurisht kjo është larguar disi, por shpresojmë shumë që të rikuperohet me kohë. Nëse flasim në hartë kohor, mund të bëjmë ndonjë parashikim kur mund të nisin këto mekanizma punën e tyre? 2026-2027 duhet të rishikohet harta, pra brenda 5 vite, 5 vjet që i bëhet vitin e ardhshëm, ndaj unë mendoj që është shumë afër dhe sinqerisht ne shpresojmë që ata t'ia vënë gishtin kokës dhe të zhbejnë atë gabim që kanë bërë para 5 vite, 4 vitesh. Uroj vërtet shumë që të kenë edhe bashkëpunimin dhe mirëkuptimin e tyre. Po diskutohen ndryshimet ligjore për masat e arrestit. Si e shihni ju si kryetari i dhomës së avokatisë? Kjo është tani kthehemi në të kundërtën që është një vendim jashtëzakonisht i drejtë. Po, kjo është i mirë për vendimet të këqija dhe për të mira. Për qytetarët. Këtu ka një spari duhet të vlerësojmë faktin që ka një debat fuqishëm publik në lidhje me arsyet, në thojza pse u bë. Dhe normalisht njerëzit janë të predispozuar për të dyshuar se mund të jetë bërë për individ të ndryshëm të cilët kohët e fundit, pra individ të ndryshëm që kanë qenë në pushtet dhe kohët e fundit janë përballur me masa të sigurimit të rënda, siç është edhe arresti në Burg, siç është rasti i ish presidentit të Republikës Ilir Meta, siç është rasti i ish kryetarit të Bashkisë Tiranë Veliaj etj. Është vërtet që ndonjëri prej këtyre individëve mund të jetë bërë shkak, dhe nuk është ndonjë gjë e madhe për të bërë këtë ndryshime. Por mua si avokat dhe qytetarëve nuk ju intereson se kush është bërë shkak për të realizuar një diçka që është e drejtë së pari. Dhe së dyti,
A duhet ishte bërë më parë? Pa diskutim që duhet ishte bërë më parë. Kjo gjë që është bërë tani, duhet ishte bërë në vitin 2011. Kaq herët? Po, pa tjetër, sepse Pra që ky ngeen shumë vendim, vonë. Minimalisht po them në vitin 2011, sepse po them pra minimalisht para 15 vitesh, sepse vendimi që u mor para disa ditësh është vetëm risqarim dhe rikonfirmim i atyre parimeve me disa ndryshime të vogla i atyre që ka i sentencës së vitit 2011, vendimit numër 7 të kolegjeve të bashkuara të gjykatës që ishte tërësisht me gjyqtarë të tjerë në vitin 2011. Pra, ka vazhduar të njëjtën logjik që kishte vendimi i vitit 2011 me disa detaje të vogla të cilat po i servedhun, po i thjeshtoj për publikun e gjerë. Ndaj, kjo gjë për mendimin tim duhet ishte bërë atëherë, ndoshta edhe shumë më parë. Dakor, duhet ishte bërë atëherë. Por edhe tani që është bërë përsëri është shumë e rëndësishme. Janë të mira. Sepse duhet kemi në konsiderat faktin që burgjet në Shqipëri janë të tej mbushura e para dhe e dyta, gjykatat kanë vepruar me një lehtësi të jashtëzakonshme, sidomos 10 vitet e fundit për të caktuar masat e sigurimit arrest në burg, e cila, sipas të gjitha parimeve të Konventës Evropiane të Drejtave të Njerëzit, por edhe rekomandimeve të Bashkimit të Këshillit të Evropës, është masa ekstreme e cila duhet të caktohet vetëm kur çdo masë tjetër e parashikuar në kodin e procedurës penale është e papërshtatshme. Ndaj po vazhdoj për zbërthimin e asaj që ka vendosur gjykata e lartë, pra Kolegjit e Bashkuar Gjykatës së Lartë para disa ditësh. Të gjitha gjykatat, pra sipas këtij vendimi, të gjitha gjykatat në momentin e caktimit të masës sigurimit duhet të vlerësojnë paraprakisht a është mundësia për të caktuar një masë tjetër sigurimi e ndryshme nga arresti në burg. Dhe duhet të analizoj kushtet dhe kriteret të secilës masë, për shembull, të trim për të paraqitur në policinë gjyqësore, ndalimi i daljes jashtë shtetit, detyrimi për të qëndruar në një vend të caktuar, për shembull në një qytet të caktuar, garancia pasurore dhe arresti në shtëpi. Pasi të vlerësohen këto 5 masa dhe gjykata duhet të vlerësojë se pse secila prej tyre është e papërshtatshme, vetëm atëherë duhet që të vendoset masa e sigurimit arrest në burg. Dhe gjithashtu duhet sipas kësaj sentence të gjykatës së lartë që gjykata të vlerësojë me përpikmëri dhe me imtësi të gjitha karakteristikat dhe rrethanat familjare, personale, duke individualizuar rrezikshmërinë jo vetëm të veprës penale. Pra sa parashikon ligji për atë vepër penale për të cilën dyshohet ai person që ka shkuar përpara gjykatës, por rrezikshmërinë mbi të gjitha personale të individit që po gjykohet. Pra duhet të bëhet një vlerësim i imtësishëm me qëllim që masa e sigurimit arrest në burg të jetë vetëm një masë, pra një rast ekstrem, t'ju hapet mundësia. Alternativa e fundit t'ju hapet mundësia edhe masave të tjera të sigurimit që janë alternativë e arrestit në burg dhe që mund të garantojnë të gjitha nevojat e sigurimit që ka prokuroria, sepse prokuroria kërkon të caktojë një masë sigurimi ndaj një individi që dyshohet se ka kryer një vepër penale dhe që e do këtë individ për gjatë një afati 3 mujor, 6 mujor, 9 mujor, 1 vjeçar, pra është afati i hetimeve, e do në dispozicion të saj për ta pyetur, për ta investiguar, për të marrë prova, etj. Ndaj, kjo masë duhet caktohet vetëm në raste ekstreme. Gjithashtu, është sqaruar edhe pra ky element që gjykata duhet të vlerësojë karakteristikat e personit, por edhe ka sqaruar faktin mbi gjitha që tashmë i takon prokurorisë të vlerësojë, po të provojë barrën të provojë faktin që ky person është i rrezikshëm dhe se e vetmja masë është arresti në burg. Dhe individi nuk ka asnjë detyrim të paraqesë prova, por ka prokuroria detyrimin të paraqesë prova për të provuar se arresti në burg është e vetmja masë që mund të aplikohet në rastin konkret. Dhe mendoj këto masë alternative do t'ulin ndjeshëm numrin e të burgosurve nëpër burgjet. Teorikisht kështu është, ose kështu duhet të jetë. Por unë kam shumë frikë se me frymen që ka ekzistuar në vitet e fundit,
me atë idenë që kanë patur gjyqtarët për të vazhduar vetëm me masat e sigurimit arrest në burg, unë kam akoma frikë se ky vendim i gjykatës lartë nuk do implementohet direkt, do të duhet pak kohë për të absorbuar, për të implementuar dhe për të aplikuar nga gjyqtarët. Pse mund të ndodhë një gjë e tillë? Sepse Se në fakt janë masat alternative, është edhe masa arrestive. këto masa kanë qenë gjithmonë. Nuk është se erdhen dje apo par dje. Po, nuk u bën me Kanë këtë. qenë gjithmonë. Po. Dhe nuk ka ndaluar një gjyqtar që të caktoj një masë më të butë sigurimi dhe të argumentoj se kjo masë sigurimi e le detyrën për të paraqitur etj. I plotëson nevojat e sigurimit për shtetin shqiptar, për prokurorinë, për të vijuar normalisht hetimet dhe për qenë dispozicion të prokurorisë. Por, në 10 vitet e fundit, sidomos pas hyrjes në fuqi të reformës së drejtësisë, pra reformës së re, ndryshimeve të reja etj. Pas ardhes edhe të gjyqtarëve të ri, u krijuar një frym shumë, për mendimin tim, shumë negative, ku edhe radikale, ku vetëm masa e sigurimit arrest në burg. Kjo ishte edhe po themi, një revolt e shoqërisë që kërkonin me ngulm arrestimin e personave të ndryshëm, sidomos atyre që ishin në pushtetit etj. Dakor, unë nuk them që nuk duhet hetuar secili që ka kryer një vepër penale, qoftë edhe kryeministri, presidenti etj. Secili, po. Por ka masa sigurimit e tjera alternative dhe në qoftë se vërtetohet fajësia e këtij personi nëpërmjet një procesi të rregullt ligjor, nëpërmjet mundësisë që ky individ vinë në gjykatë të paraqesë edhe ai provat e tij, shteti provat e tij, pra prokuria provat e tij, dhe në fund nëse ka kryer veprën penale, siç ka ndodhur me ish ministrin e brendshëm zotin Tahiri, i cili u la i lirë fillimisht, u arrestua, u la i lirë me masë sigurimit arrest shtëpi dhe kur u vërtetua fajësia e tij pas kthimit të çështjes për rigjykim, u dënua dhe shkoi dhe mbaroi dënimin e tij, siç e parashikon ligji jon penal. Ndaj, unë nuk them që kur dhe nuk do ta them asnjëherë dhe nuk kam pasur bindjen asnjëherë që masa e sigurimit arrest në burg është masa e vetme ekstreme. Ajo masë duhet caktohet për raste të rënda kur kemi të bëjmë me vrasje, me grabitje, kur ka deme të theksuara në njerëz, siç ishte aksidenti i fundit me 2 mitër në Durrës, që aty është e vetmja masë sigurimi që mund të aplikohet në rastin konkret edhe vetë vepra penale ka një marrë dënimi të rëndë dhe pasojë është e jashtëzakonshme, si janë 2 fëmijë të mitur që kanë ndruar jetë dhe një tjetër i plagosur. Por këto janë raste të cilat normalisht janë të justifikueshme për caktuar masën e sigurimit arrest në burg. Por për mendimin tim, nëse një individ zihet duke kultivuar 100 bimë narkotike, pavarësisht gravitetit që mund të ketë si vepër penale, ai mund të jetë edhe me një masë tjetër sigurimi dhe nëse vërtetohet në fund që e ka kryer veprën penale, është normal të marrë dënimin e caktuar dhe të parashikuar në ligj. Absolutisht po. Dhe me që përmende drejtuesit e automjeteve, po flitet për ashpërsimin e masave ndaj shkelësve të drejtuesve të automjeteve. Sa do të përfitojmë nga një gjë e tillë? Atëherë, unë jam totalisht kundër kësaj. Nuk është ky mjeti, po ju them unë diçka. Duke marrë në konsiderat këtë vepër penale, që është një vepër e shpërndar në vendin tonë, është mjaft e shpërndar. Bile zgjej rastin që edhe në një emision në televizion tjetër para disa kohësh unë kam përmendur që numri i aksidenteve në Shqipëri është 2 fish më i lartë se numri i aksidenteve në të gjithë vendet e rajonit dhe të Bashkimit Evropian. Statistikisht e vërtetuar nga Instat dhe Eurostat. Dhe këtë nuk e them unë, e thonë statistikat zyrtare të Eurostatit. Ndaj, nuk është mjeti i duhur juridik i cili sjell uljen e numrit të aksidenteve. Janë elemente të tjera, është kultura e përgjithshme rrugore që duhet të kenë qytetarët. Është ulja e saj arrogancë që kanë një numër i konsiderueshëm shoferësh të cilët ecin në mënyrë të frikshme, edhe të dehur dhe të padehur. Unë i shoh edhe në lagjen time të cilët dhe jam i gëzuar. Është totalisht e pa imagjinueshme, po unë jam i gëzuar që lagjen time lejohet, po bëhen parkime dyshe, sepse kjo ju heq mundësinë atyre të çmendurve që të vinë me 100 km/h dhe të rrezikojnë jetën e fëmijëve të cilët për të marrë një top ndoshta presin rrugën. Ndaj duhet të kulturohen njerëzit
duhet ndiqen mekanizmat e tjerë. Nuk është dënimi penal, ashpërsimi i dënimit penal mjet për të ulur nivelin e aksidenteve. Gjithashtu, unë duhet të sqaroj një fakt. Edhe pse është ashpërsuar kjo vepër penale në mënyrë të vazhdueshme, por edhe disa vepra tjera penale në mënyrë të vazhdueshme janë ashpërsuar, siç është dhuna në familje, që ndër vitet, nga viti 2010 e këtej, ka ardhur vazhdimisht duke u ashpërsuar si vepër, duke rritur marrëzit e dënimit. Po ashtu, edhe armbajtja pa leje. Është një vepër penale që ka ardhur duke u ashpërsuar ndër vite, është një nga veprat penale që është ashpërsuar dhe është ndryshuar më shumë në kodin penal. Nuk e di sa ndryshime ka, 10 apo 15 ndryshime armbajtja pa leje dhe përsëri nuk rezulton që të jetë ulur numri i shkelësve. Çfarë do thotë? Do thotë që ashpërsimi i ligjit penal nuk do thotë domosdoshmërisht ulje e numrit të personave, uljes së numrit të shkeljeve dhe të shkelësve. Ndaj unë them që duhen mekanizma të tjerë social që fillojnë që nga baza, nga edukimi i shoferëve. Dhe unë mendoj që një mjet i mirë që nuk mund ta sjell me një herë efektin, është edhe vendimi që ka marrë drejtori i përgjithshëm i policisë për të gjetur një mënyrë alternative për zbulimin e atyre shkelësve të kodit rrugor, pra për vendosjen e mekanizmave inteligjent, kamera inteligjente në çdo vend që një person i cili shkel rregullat e qarkullimit rrugor duhet të marrë gjobën e caktuar, heqje patentet edhe sekuestrimin e mjetit, pse jo, por nëse ti lëviz në një rrugë që qytetin që është me 30-40 km/h dhe ti lëviz me 100 në orë, kjo do thotë është një çmenduri dhe atij duhet i hiqet patenta minimalisht një vit. Ndaj unë nuk jam dakord për ashpërsimin e dënimit penal, jam dakord për mjetet alternative dhe për edukimin e shoferëve në rang afatgjatë dhe jo afatshkurtër. A nuk do na shërbej ky ashpërsim i ligjit si një lloj përfriksimi, sepse me të drejtë thua kemi numër larg, ne kemi bilance lufte të njerëzve që humbin jetën në rrugë dhe kjo është e frikshme edhe është vërtet shqetësuese për secilin nga ne. A nuk do t'i përfriksonte kjo në një farë mënyrë se ligji këtë funksion ka, të jetë edhe përveç se një sigurues, por edhe një përfriksues për ata që e shkelin. Pra nuk do t'i stepte disi, por që t'ishim pak më të kujdesshëm. Pa diskutim që ligji penal duhet të sjell, po themi, dekurajimin apo uljen e ndjeshme të atyre personave që e shkelin, por nuk e ka sjellur. Unë ju përmenda disa raste kur ashpërsimi i ligjit penal nuk sjell domosdoshmërisht uljen e numrit të shkeljeve. Dhe unë nuk e di, por të gjithë ata persona të cilët ecin në këtë lloj mënyre dhe mund të shkaktojnë potencialisht aksidente, kanë atë vetbesimin e tepruar se edhe po shkojnë gjykatë, edhe po të arrestohen, mund të kenë një mundësi, po themi, për t'i shpëtuar dënimit ligjor. Por unë mendoj që dënimi duhet filloj që nga baza, që edukimi duhet filloj që nga pra do thotë pa ndodhur e keqja, pa ndodhur e madhe, duhet dënohet fillimisht e vogla, sepse deri më sot të gjitha kanë gjetur një mënyrë për t'i shpëtuar heqjes së patentes, për t'i shpëtuar gjobave të mëdha, po themi, që i parashikon kodi rrugor. Pa diskutim që kodi rrugor parashikon masa vërtet të rënda ndaj shkelësve të ligjit, pra masa administrative. Por unë mendoj që kjo do prodhojë në afatgjatë dhe shpresoj ky vendim i drejtorit të policisë, i drejtorit përgjithshëm, që të edukoj shoferët, të cilët nuk do e dinë, shpresojnë të ardhmen që se ku do jenë këto kamera inteligjente, dhe do marrin dënimin administrativ që ju takon në rastin kur e teprojnë në këtë lloj mënyre, që unë i them vetëm të çmendur në disa raste, për të marrë dënimin që ju takon administrativ. Mbase kjo masa shpërsuese është edhe për një lloj qetësimi të këtij acarimi publik që me të drejtë ka kapur të gjithë, sidomos nga ngjarja e fundit e Durrësit. A është bërë për këtë arsye? Po kjo është fatkeqësisht një sjellje klasike e politikanëve tanë, të cilët në të gjitha rastet ju kujtojmë, për shembull, nuk e di nëse i kujtoni vrasjen e disa grave nga bashkëshortet e tyre, për shembull, ka qenë fatkeqësisht edhe vrasja e ish gjyqtares zonjës të ndjerës zonjës Fildes Hafizi, që ka shkaktuar rritjen e ndjeshme të dënimit penal për dhunën në familje e tjerë.
por përsëri ne kemi një numër të konsiderueshëm do thotë të gjykimit të veprave penale për dhunën në familje dhe nuk e ka ulur. Pra dënimi penal nuk e ul, nuk ka një lidhje direkte me uljen e numrit të shkelësve. Pra ashpërsimi, rritja e dënimit penal etj. Kjo është e vërtetuar dhe ne kemi të vërtetuar, ne si jurist, sepse e shohim dhe e jetojmë çdo ditë. Nuk e ka ulur. Ne kemi që nga viti 2013, sidomos, që kemi një rritje thuajse të vazhdueshme të numrit të personave që kryejnë veprën penale drejtimi i mjetit në gjendje dehur. Dhe të gjithë arrestohen. Gjithë marrin një dënim të caktuar. Ka persona që dënohen edhe me burgim për këtë. Rrinë qëndrojnë disa ditë në paraburgim, pa diskutim, po vazhdojnë edhe ditë të tjera dënohen në burgim. Ndaj kjo lloj sjellje e shtetit ndaj qytetarëve nuk rezulton që të ketë ulur numrin e shkelësve. Dhe këtë mund ta them, nëse do më jepet rasti, edhe me statistika, sepse ne kemi statistika zyrtare në lidhje me dënimin e këtyre lloj kategorive për secilën vepër penale. Anton, falenderoj jashtëzakonisht shumë për këtë bisedë, vërtet shumë të këndshme dhe shumë ndriçuese në këtë mëngjes. Të uroj shumë suksese në punën tuaj edhe një ditë të mbarë. Gjithashtu edhe ju, faleminderit për ftesën. Faleminderit edhe ju miq që keni përcjellë një intervistë të tillë, urojmë ta kemi merituar privilegjen e kohës tuaj.